Çdo njeri e ka fatin e vet. Po fati duhet më shku edhe pak mas se s'vjen edhe fati s'vjen vet. Buk ngopëm me punë s'ngopëm. E respektoj, ja shkruaj një mesazh në WhatsApp, ma lexon letrën, ma le sin, blu, në qatë moment, mas 5 minutave, me këshyri storit në Instagram. Çdo njeri e ka fatin e vet. Po fati duhet më shku edhe pak mas se s'vjen edhe fati s'vjen vet. Shembull, punën e aktrimit ose punën e suksesit. Duhet me bë diçka për me mri dikun, se suksesi s'vjen vet. Unë kam shumë energji, si thash edhe parës, dhe jam full energji edhe sidomos jam halaj unë për punën. Po jam njërë pozitiv, kështu që nuk i vritoj punës. Nuk ngopesh, do të nuk ngopesh me punën që veç e bën e nuk bëhet bajat asnjëherë. Me buk ngopëm, me punë s'ngopëm. A e thash mirë? Po, që kja shumë e bukur, që të mos fështa bashkë e kur gjo. Qka ta prish disponimin, Flamor, qka të bën nervoz? Qka ta saron? Qka ta prish ditën? A e din qka më bën nervoz? Nervoz më bën një njeri që e respektoj, ja shkruaj një mesazh në WhatsApp, ma lexon letrën, ma le sin, blu, në qatë moment, mas 5 minutave, me këshyri storit në Instagram. Një shembull shumë i vogël, ama është real, është me të vërtet kështu. Do me thonë, i shkruan dikujt një mesazh, e lexon, s'ta kthen se s'ka kohë. A mendon që një mend s'kan kohë njerëzit, apo veç është arsyetim i kohë? Kjo është aktrim, se nëse ti mu m'ki prioritet, e gjan kohën për mu. Po më varet aje prioriteti jam as je. Kohë ka çdo kushi. Ditën e sotit më fal shpreh, na edhe në tualet kur shkoj me marrim telefonin me vete. Kështu që është vetëm një pyetje prioriteti se kush të respekton ta kthen mesazhin, po ti e bën pyetjen çka unë jam çdo herë në disponim të mirë. Po na herë njerëzit ma marrin për dobësi? Po, shumë për dobësi, edhe mendoj që unë prapë i kam vetë fajet, sepse dikuj jap shumë ndonjëherë duhet më konë pak arrogant. Nuk jam një tip që jem arrogant. Edhe unë e tham shumë shpesh. Ndonjëherë tham vetës pse jam aq i butë ose si naiv ndoshta. Naiv, i butë dhe naiv, por çashtu kam zemrën, ç'a më bë? Zemra butë, ç'a më bë kësaj zemrës? Ç'ton zemra? Ama naherë je njëri më interesant kur je pak më i distancum. Ma i ftoft. Pak agresiv ose u kon pak i ftoft. Unë njerëzit që në ftoft i urrej shumë. Ama duhet më u kon njëri pak më i ftoft për me rru vetën. Mos më ta keq përdor, që ta sepse di me ta. Unë nuk i du njerëz që janë të ftoft, që s'kan emocione, që s'kan ndjenja, ato njerëz me të vërtet i urrej. Nuk i urrej askënd, po ata tipa. Ata kanë keq përdor shumë, këtë ndoshta mirësinë ose të qenë shumë empatik, Flamor. Unë besoj që po, ai është gënjur shumë për njerëzve që atë kanë lënduar shumë realisht. Ekstrem. Sidomos shqiptar për fat keq. Për fat keq, më vjen shumë rënd me thonë, ama lëndimet dhe gënjeshtat më të shumta i kam prej shqiptarëve. Për fat keq. Unë jam shumë krenar që jam shqiptar. Edhe ashtu jam pra shumë i lëndum për njerëzve.